Mendoj që ne jemi në momentin më të mirë toni, sa i takon edhe motoson Albania Future Now, pra e ardhmja për Shqipërinë është sot dhe në fushën e inovacionit dhe teknologjisë, që janë shumë të rëndësishëm si sektor sa i takon ekonomisë digjitale, ne vim për të folur me një gjuhë të unifikuar dhe me një ofertë konkrete sa i takon parqeve Durrana Tech Park dhe sa i takon Teda Tirana, që është gjithashtu një zonë e lirë ekonomike, por edhe me ofertat dhe me gjithë informacionin që vjen nga AIDA për të investuar në Shqipëri në këto fusha dhe këto sektor. Krahas kësaj, natyrisht përveç G2G-ve dhe kontakteve që janë me qeverit vendeve tjera, në këtu jemi edhe për B2B dhe për kontakte biznes me biznes. E theksojmë që është shumë nder dhe shumë kënaqësi që jemi në një platformë globale si Vivatech, që është një nga arenat më të mëdha botërore, sa i takon komunikimit për ekosistemin e inovacionit dhe teknologjisë dhe vërteton ambicjet tona që do të jemi prezent gjithmonë më shumë për një Shqipëri e cila sot në mes të Ballkanit ofron edhe një pikë shumë interesante për shumë investitorë tuaj, përveç se për bashkëpunimin me sipërmarrësit e rinj shqiptar dhe me startupet shqiptare që janë edhe ata pjesë e pensimit sot ton këtu.